Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në fshatin Ars në bashkinë Fusharrës, ku një çift bashkëshortësh është dhunuar nga persona ende të paidentifikuar. Sipas informacionit paraprak të policisë, rreth orës 8 dy persona dyshohet se kanë goditur me sende të forta Skënder Nikën, 55 vjeç, dhe Bardhe Nikën, 51 vjeçe, banues në fshatin Ars. Si pasojë e sulmit, të dy kanë pësuar dëmtime të lehta dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Burime nga zona bëjnë me dije se fillimisht është sulmuar Skënder Nika, teksa po kthehej drejt banesës, ndërsa më pas është dhunuar edhe bashkëshortja e tij Bardhe Nika. Paraprakisht dyshohet se ngjarja mund të ketë lidhje me një operacion antidrog të zhvilluar rreth 3 javë më parë në zonë, gjatë së cilit policia zgjesoi 3 parcela të mbjella me kanabis. Sipas burimeve, çifti dyshohet se kishte sinjalizuar autoritetet për ekzistencën e parcelave. Nga spitali, Skënder Nika ka deklaruar se autorët ishin të maskuar dhe fillimisht janë prezantuar si punonjës policie. Ai ka pohuar se konflikti i vetëm që ka pasur lidhet me një familje të zonës për çështje që kanë të bëjnë me kultivimin e drellzave. Policia e mund të vjen ka pas automatikun, të rakotet që kanë pas të shkop dëmni. Edhe kanë rrë, e kanë nga unë, kanë dalë në shtëpi, kanë kapur në rrugë, ja kapur tash se jam gjatë mua, e dalin në një kilo, e ka bënë ato. Pra 3 ditë. Aha, çfarë ka ndodhur? E ka më thonë merr punëtort, e ka shoh djalin. Kush i ka thonë? Kristian Bola. I ka thonë merr punëtort, e ka dalë matematik djalit. E punëtore me të cënuma. Por shteti e ditë, mërë, ka dalë në bjeshkë. Por shefi, s'na ky shefi pukës më i madhe. E ka dalë në bjeshkë. Sipas tij, me të njëjtët persona ka pasur përplasje edhe 4 vite më parë, pasi ishte akuzuar prej tyre për denoncim pranë autoriteteve. Ndërkohë, grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Policia po verifikon të gjitha pistat hetimore që mund të çojnë në zbardhjen e motivit të kësaj ngjarje.